Faleminderit Jesús për Zenoni, të respektuar familjarë të dëshmorëve, invalidë veteran të luftës, përfaqësues të pushtetit lokal, zonja zotërinj të nderuar pranishëm, pranoni urimet e mia më të përzemërta në emrin tim dhe të arësoj për ditën e shkrimit të komunës së Ravecit. Në datën e sotme të para 26 viteve në qytetin e Ravecit hyn triumfalisht pjesëtarët e brigadës 124 Gani Paqarizi të UÇK-s. Pas shumë vitesh mirimi, poshtrimi, nëpërkëmbje, vujtje, persekutimi, populli i kësaj ane mori frymë lirshëm. Ndonse mbi rrënoja dhe me shumë varre e plagë të hapura, populli i vyshëm i kësaj ane e rinisi jetën mbi rrënoja, por të lirë. Jemi dëshmitar të kohës kur me sytë tanë kemi pare përjetuar qaste të rënda e tragjike, por edhe jemi dëshmitar të gëzimit të madh kur në arenën e luftës dolën bijtë e këtij trulli dhe me armë nduar ju kundërvun një regjimit e egre gjakatar që për shumë dekada kishte ushtruar dhunë e represion që mendja njerëzore nuk mund ta pranojë. Prandaj u desh që të bëjmë luftë dhe të arrijmë këtu ku jemi. Në mbështetje të këtyre vlerave civilizuese e humane u hua dhe bota progresiste, duke angazhuar fuqitë madhe ushtarake për t'i dhënë fund shtypjes, terrorit e tendencave për asgjësim të një populli të tërë. Vendosmëria jonë dhe përkushtimi shumë veprimtarëve pararendës dhanë rezultatet e pritura. Humbjet e shumta që pësuam ishin dëshmi e dashurisë së madhe për liri, prandaj nderimi e respekti për të gjithë ata që luftuan, që ndruan e ranë për fushbeteja, për ato nëna e fëmijë që vranë pa pikë mëshire, nuk duhet dhe nuk do të mungoj. Pavarësisht dhunës e terrorit sistematik, shqiptarët besuan, guxuan dhe luftuan për lirinë e tyre. Vetëm popujt që guxojnë të luftojnë për të drejtën e tyre natyrore, arrin të kurrëzohen me fitore. Siç do të thoshte ideologu i çlirimit të i bashkimit Ushqinoti, ishim në momentin historik kur vlente thënia, bëje ose dis për ta mundur vdekjen. Rrugë të mesme nuk kishte, sepse pritja ishte dorëzim, ndërsa lufta shpëtim. Çmimi i lirisë ishte tepër i lartë, ndërsa vlera e lirisë shumëfishohet vetëm duke i nderuar dëshmorët e martirët dhe duke punuar në përmbushjen e synimit të tyre që ishte çlirimi dhe bashkimi i shqiptarëve. Urojmë që në përvjetore të tjerë të vijmë me shumë arritje e suksese në mënyrë që ardhmja e brezave të jetë më e sigurt dhe më e ndritur. Vetëm në këtë mënyrë do të mund ta vlerësojmë, ruajmë dhe çmojmë sakrificën e pararendësve tanë. Vetëm në këtë mënyrë do të nderojmë ata që rënë. Lavdia dhe nderimi ju takon atyre që punuan, vujtën e u flijuan për lirinë e këtij vendi, ndërsa neve na mbetet jetësimi i amanetit të të rënëve. Lavdi e nderim dëshmorëve gëzuar ditën e shlirimit.